Arsyeja e ndarjes që erdhi deri këtu është alkooli që zotëria përdor. Nuk është asgjë tjetër. Ai alkooli i tepërt që ai ka përdorur e ka bërë atë që ai nuk kontrollon dot veten as kur flet me vajzat. Vite më vite në vend që të ndryshonte ose të ishte dorë nga alkooli sa vite e shtonte. Unë i ka dhe njerë kur kisha vajzën e madhe të vogël, i ka dhe njerëz dhe mi. E zotëria lartë, kërkoj falje, ta nuk e bëj më, nuk vëm alkool, bëri pera, ato i ka bërë sa era ai. Dhe i thot babi im, i thot vetë kaq që nuk është e mirë, thot, se nëse do ta prish familjen, prishet për një moment, thot, por nuk është e mirë sepse keni një fëmijë. Nëse je në rregull, i tha, do vendos, do më dosh për këtë fëmijën, të vi vajza ime tek ti poshtë. U petua se do ta bënte me në rregull, u ktheva erdha poshtë. Qëndroi ca kohë, në rregull e po thashë ndaloj. Pasi ka lindur vajzë e vogël, pastaj atu nuk e komandoj dot më veten. Kishte atë dëshirën tek alkooli. Me fjalë, na njëherë në javë që mund të pinte, e kishte pastaj shtoi një herë në 2 ditë. Mira ai varesh para së alkoolit dhe po unë çfarë të shikoja fëmijët në ato gjendje. Kur jam e aftë të punoj dhe ti mbaj ashtu si shpoj mbaj. Vajza e madhe zotëria di shumë mirë ka qenë me 10 në shkollën e ta. Dhe nga problemet që ishte nga e jati, se kur vinte jo kalvizuar në shtëpi nuk dinte se ç'toshte, i kura te nota 6. Nuk kishte më rruzide tjetër te ta. Unë të bëja të pamundrën që vajzat e mia të vinin në vit. Vajzat i ka shëndoshe mirë me që kishte shumë e rak, unë dua t'ja them, po vetë 2 vjet e gjysmë që ne jemi ndarë dhe unë si kam vënë një kurs që ai të paguaj për vajzat pa ti takoj, jo. Nëse do të vi të takoj, ti takoj të flasin, po vetëm jo me atë sjellje që ka patur.